Pak ditë përpara ditës së zgjedhjeve, fushata elektorale degeneroi në kërcënime me jetë. Kryetari i VMRO DPMN-s Nikola Gruevski nga mitingu i një natë më parë në Delçev, në mënyrë të drejtë për drejtë kërcënoi kreun e LSDM-s. Gruevski tha se po të ishte gjallë goce Delçevi do t'ja dërgonte Çoseton, që ta likuidonte Zaevin. Той najde da го citira Delçev. Ai gjeti ta citoj Delçevin. Unë do t'i tregoj. Po të ishte gjallë sot Delçevi, ai nuk do të mund të përshëndetej me të. Ati do t'i dërgoj vetëm Çoseto, që t'i jepte fund historisë me atë njeri. Nga LSDM-ja, kërcënimet e Gruevskit për dhuni cilësuan si dëshmi për dëshpërimin, frikën dhe panikun që e përjeton kreu i VMRO DPMN-s. Porositësi dhe përgjegjësi për dhunë Gruevski edhe për këto, por edhe për krimet e tjera ndaj qytetarëve dhe pronës së Maqedonisë do të përgjigjet para gjykatës, e cila do të jetë pavarur pas 11 dhjetorit. Sipas profesorit Mitko Gaxhovski, deklaratat e tilla ndezëse mund të dëmtojnë procesin zgjedhor dhe nxisin incidente në ditën e zgjedhjeve. Në kohën kur fushatës zgjedhore i afrohet fundi, liderët politik përdorin çdo letër për fshirat nacionaliste. Niveli i komunikimit politik, veçanërisht në fund të fushatës, duhet të jetë shumë i kujdesshëm, pasi publiku është i angazhuar për zgjedhje të lira dhe demokratike, por nëse ngrihen tensione në këtë moment, mund të nxiten incidente, të cilat do të dëmtonin imazhin e shtetit. Sipas Gaxhovskit, thirrjet për dhunë nuk mund të kontribuojnë për fitimin e më shumë votave, përkundrazi mund të shkaktojnë efekte negative, sidomos te qytetarët ende të papërcaktuar.